Mirë se vini në pjesën e dytë të seksionit për shqyrtimin e përqindjeve. Këtu ne do të vazhdojmë me përqindjet nga seksioni i kaluar. Aty mësuam se përqindja është diçka e krahasuar me 100. Këtu do të vazhdojmë të përdorim idetë e ngjashme mbi përqindjen, por problemet do të kenë formë paksa më ndryshe për të shpjeguar gjërat e nevojshme. Le të vazhdojmë me probleme të ndryshme për të kapluar materien sa më mirë të jetë e mundur. Problemi i parë thotë: një klasë ka 30 nxënës. Nëse 50% e nxënësve janë djem, sa djem keni në klasë? Ky problem është pak më ndryshe. Nga ju nuk kërkohet të gjendet përqindja. Ajo është dhënë në këtë rast. Këtu kemi 30 nxënës, 50% e tyre janë djem. Ju duhet të gjeni sa nxënësa nga 30 nxënësat e klasës janë djem. Të mos harrojmë se kur kemi 50% të diçkaje, kjo mund të shprehet përmes thyesës 50 nga 100 për të cilën kemi folur. Kjo po ashtu mund të shprehet edhe si numër decimal 0.50, numër ky që fitohet duke e bartur majtas pikën dhjetore për 2 pozicione. Problemi po thotë se 50% e klasës janë djem. Në klasë kemi 30 nxënës. Për të gjetur numrin e djemve në klasë, ne shumëzojmë 30 me 0.50. Pra, numrin e tërë të nxënësve, që është 30, e shumëzojmë me 50% që tregon se sa nxënësa në klasë janë djem, për të gjetur numrin e djemve në klasë. Por ne nuk mund të shumëzojmë me përqindje, apo jo? Ne duhet të shumëzojmë me numrin decimal që del nga përqindja, pra 0.50. Pra duhet të shumëzojmë 30 herë 0.50. Le ta bëjmë këtë shumëzim. 0 herë 0 është 0. 0 herë 3 është 0. Kalojmë në kolonën tjetër dhe shtojmë poshtë tek rezultati një 0. 5 herë 0 është 0, 5 herë 3 është 15. Pas mbledhjes fitojmë 1500. Le të numërojmë decimalet te të gjithë numrat ku kemi decimale, e që në rastin tonë është vetëm numri 0.50. Këtu kemi 2 decimale, prandaj edhe te rezultati duhet të kalojmë decimalen për 2 pozicione majtas. Kështu fitojmë rezultatin 15.00. Zerot pas pikës dhjetore mund të largohen, prandaj rezultati është 15. Pra, 15 nxënës nga 30 nxënësit në klasë janë djem. Pra, ne morëm numrin e përgjithshëm të nxënësve dhe shumëzuam atë me formën decimale të përqindjes, e cila tregonte raportin e djemve në klasë, për të fituar numrin e djemve në klasë. Problemi i ardhshëm është i ngjashëm. Shoku juaj peshon 120 kg. Me ushtrime ai humb 10% të peshës së tij. Sa kilogram ka humbur shoku yt? Pra nga pesha shokut tuaj, që është 120 kg, duhet të gjejmë 10% të saj për të cilën vlerë ka rënë në peshë. Edhe këtu duhet të shumëzojmë peshën e tërë 120 kg me vlerën decimale të përqindjes 0.10. Kështu gjejmë vlerën në kilogram të peshës së humbur nga shoku juaj. Pra, 10% mund ta shprehim si 10 nga 100 ose si 0.10 në formë decimale. Kjo është 10% e peshës për të cilën ka rënë në peshë shoku juaj. Le të shumëzojmë tash 120 me 0.10. Le të bëjmë matematikën. 0 herë 0 është 0, 0 herë 2 është 0, dhe 0 herë 1 është 0. 1 herë 0 është 0, 1 herë 2 është 2, dhe 1 herë 1 është 1. Nga mbledhja del se rezultati është 1200. Le të numërojmë decimalet pas pikës dhjetore. Ky numër është 2. Prandaj, në rezultat kalojmë pikën dhjetore për 2 decimale majtas, duke fituar rezultatin 12.00, që është 12. Themi se zbritja e peshës është 12 kg. Problemi i ardhshëm thotë: një DVD kushton 20 euro, me çmim të rregullt, por ka zbritje prej 15%. Sa para do të kurseni nga çmimi i rregullt? Pra, 15% mund të shprehim si 15 thye për 100, ose si 0.15. Për këtë vlerë DVD-ja ka zbritje nga kostoja prej 20 eurosh. Për të gjetur se sa do të kursejmë për këtë zbritje, ne duhet të shumëzojmë 20 me 0.15, që është vlera decimale e përqindjes. 5 herë 0 është 0, 5 herë 2 është 10, shtojmë një 0,
1 herë 0 është 0 dhe 1 herë 2 është 2. 0 plus 0 është 0, 0 plus 0 është 0, 1 plus 2 është 3. Pra rezultati është 300. Nga numrat e shumëzuar shohim se kemi 2 decimale pas pikës dhjetore. Prandaj, edhe në rezultat kalojmë 2 pozicione majtas duke fituar rezultatin 3. Shohim se kursimi për zbritjen prej 15% të një dividie, e cila kushton 20 euro, është 3 euro. Pra nga çmimi prej 20 eurosh, një dividi me zbritje do të kushtoj 17 euro. 3 euro më pak se çmimi i zakonshëm. Le të kalojmë në problemin tjetër. Në një kuti çokolatash kemi 55 çokolata. 40% e çokolatave kanë lajthi. Sa çokolata janë me lajthi? Pra, 40% e çokolatave kanë lajthi. 40 nga 100 çokolata kanë lajthi, ose në numër decimal 0.40. Por ne nuk i kemi 100 çokolata, ne i kemi 55 çokolata. Prandaj, për të gjetur numrin e çokolatave me lajthi, ne duhet të shumëzojmë numrin e tërë të çokolatave, 55, me numrin decimal të përqindjes, 0.40. Le të shumëzojmë këta numra. 0 herë 5 është 0, 0 herë 5 është 0, shton një 0, 4 herë 5 është 20, 0 e 2 në mbetje, 4 herë 5 është 20 plus 2 nga mbetja 22. Shuma është 2200. Shohim se kemi 2 decimale në numrat që shumëzohen. Prandaj kalojmë majtas për 2 pozicione pikën dhjetore në rezultat, prej nga fitohet 22. Themi se kemi 22 çokolata me lajthi. Nga detyra thuhet se 40% e çokolatave kanë lajthi, që është gati gjysma të gjitha çokolatave. Prandaj, nga 55 çokolata, 22 çokolata kanë lajthi, e që është 40%. Kjo ka kuptim. Problemi në vijim thot: libri kushton 19 euro plus 5% takse e shitjes. Sa është çmimi total i librit, duke përfshirë këtu edhe taksën e librit? Pra libri kushton 19 euro, taksa është 5% e këtij çmimi. Çka duhet të bëjmë është të kalkulojmë se sa është taksa për librin dhe të shtojmë atë vlerë çmimit të librit për të gjetur çmimin total të librit. Me që kemi 5% të taksës së shitjes, ajo shprehet si 5 në 100 ose si 0.05. Lëviz pikën dhjetore për 2 pozicione majtas. Për të gjetur vlerën e taksës së shitjes, shumëzojmë çmimin e librit që është 19 euro me numrin decimal të përqindjes 0.05. Pra, 5 herë 9 është 45, 5 e 4 si mbetje, 5 herë 1 është 5 plus 4 bëjnë 9, shkruajmë 9. Shtojmë një 0. 0 herë 9 është 0, 0 herë 1 është 0, nga fitojmë 95. Numra decimalet pas pikës dhjetore 1, 2. Kalojmë majtas për 2 decimale edhe në rezultat nga fitojmë 0.95 euro. Pra vlera taksës është 0.95 euro. Çmimi total i librit tash është 19 euro plus 0.95 euro. Le të mbledhim këta numra. 0 plus 5 është 5, 0 plus 9 është 9, pika dhjetore zbritet poshtë, 9 plus 0 është 9, dhe 1 plus 0 është 1. Çmimi total i librit është 19.95 euro. Problemi i fundit thot: në një provim kemi 60 pyetje dhe nxënësi ka arritur të kaloj 85% të pyetjeve. Sa pyetje të gabueshme ka nxënësi? Zakonisht në provime notimi bëhet me përqindje. 85% do të thotë se po të kishim 100 pyetje, ju jeni përgjigjur drejt në 85 prej tyre, por ne nuk i kemi 100 pyetje. Kjo vetëm tregon se po të kishim 100 pyetje, atëherë ju do të keni 85 pyetje korrekte. Pra, kjo është mënyra për të krahasuar gjërat. Ky problem nuk po kërkon se sa pyetje janë zgjidhur drejt, por sa nuk janë zgjidhur drejt. Çka duhet të bëjmë është të gjejmë se sa pyetje i kemi zgjidhur drejt, e në fund të zbresim atë numër nga numri total i pyetjeve në provim, për të gjetur numrin e pyetjeve
ku keni gabuar. Pra 85% e pyetjeve të përgjigjura drejt janë si 85 nga 100, ose si numër decimal 0.85. Për të gjetur numrin e pyetjeve ku jeni përgjigjur drejt, shumëzojmë numrin total të pyetjeve 60 me numrin decimal të përqindjes 0.85. 5/0 është 0, 5/6 është 30, shtojmë një 0, 8/0 është 0 dhe 8/6 48. Pas mbledhjes fitojmë 5100. Pra 0 plus 0 është 0, 0 plus 0 është 0, 3 plus 8 është 11, 1 poshtë dhe 1 sipër të mbetja dhe 1 plus 4 është 5. Pra 5100. Pozicioni i pikës dhjetore është 2 decimale majtas, prandaj nëse aplikojmë këtë në rezultat fitojmë 51. Ky rezultat tregon se 51 pyetje nga 60 janë pyetje të përgjigjura korrekt. Për të gjetur pyetjet e gabuara, nga 60 pyetjet zbresim pyetjet e përgjigjura korrekt 51. Huazojmë 1 nga 6 dhe 10 minus 1 është 9 dhe 5 minus 5 është 0. Pra kemi 9 pyetje të përgjigjura gabimisht. Ky seksion përmbyll problemet me fjalë për përqindjet. Ju e shihni se kjo nuk është aq e vështirë. Ju vetëm duhet të dini se përqindja është vetëm krahasimi i diçkaje me 100 në kuptimin e thyesave. Ju mund të paraqitni përqindjen edhe në formë decimale. Nga problemet e zgjidhura mund të shihet se përqindja ka aplikim real në jetën e përditshme. Zbritjet e çmimeve zakonisht shprehen në përqindje, po ashtu në përqindje shprehen të gjitha veçoritë e një bashkësie dhe ju duhet të analizoni ato krahasime për të gjetur ato që është kërkuar.